Sadakaja mbërrin tek Allahu para se të mbërrijë tek dora e të varfrit. Transmetohet se Leith ibn Sadi ishte tregtar shumë i suksesshëm i mjaltit. Një ditë, ati i mbërrin një anije plot me fuqi të mbushura me mjalt. Kur mësoi për këtë, një grua e moshuar erdhi me një tas të vogël dhe i tha: "Të lutem, më mbush këtë tas me mjalt." Leithi këtë refuzoi, kurse plaka u kthye në shtëpi me duar bosh. Pas kësaj, Leithi e urdhëroi një nga punëtorët e tij që ta kërkonte adresën e plakës dhe t'ia çonte asaj një fuqi të plot me mjalt. Punëtori u habit me veprimin e tij dhe i tha: "Gruaja e moshuar të kërkoi ti mbushësh tasin e saj të vogël me mjalt dhe ti e refuzove, kurse tani po ja dërgon një fuqi të plot me mjalt." Në këtë, Leithi i tha: "Ajo kërkoi në proporcion me mundësitë, me nevojat e saj, kurse unë po i jap në proporcion me mundësitë e mia. Sikur ai që jep sadaka, me të vërtetë, do ta dinte dhe ti ishte e vetëdijshëm se sadakaja shkon tek Allahu para se të shkojë te dora e të varfrit. Kënaqësia e dhuruesit do të ishte shumë më e madhe se kënaqësia e atij që merr sadakan." A keni ditur për vlerat e mëposhtme të sadakas? Sadakaja është një nga portat e xhenetit. Sadakaja është një nga veprat më të mira, kurse sadakaja më e mirë është të ushqesh të uriturin. Ditën e gjykimit, sadakaja do ta mbrojë atë që e ka dhënë dhe do ta largojë nga zjarri i xhehenemit. Sadakaja e shuan zemrimin e Zotit ton, Allahut plotfuqishëm, dhe nxehtësinë në varr. Sadakaja është gjëja më e mirë dhe më e dobishme që mund të dhurohet në dobi të vdekurve tanë. Sadakaja nënkupton pastrimin e shpirtit dhe shumëzimin e sevapeve dhe veprave tona të mira. Sadakaja është shkaku i lumturisë dhe kënaqësisë në këtë botë dhe dritë në fytyrën e atij që jep sadaka në ditën e gjykimit. Sadakaja është mbrojtje dhe siguri në ditën e frikës më të madhe, dhe ajo e dëbon pikëllimin për atë që ka kaluar. Sadakaja është shkaku i faljes dhe fshirjes së mëkateve. Sadakaja është një nga parandjenjat e një fundi të mirë dhe të lumtur të kësaj bote dhe arsye për lutjen e melekut për atë që jep sadaka. Ai që jep shumë sadaka është një nga njerëzit më të mirë, kurse shpërblim nga sadakaja do të kenë të gjithë ata që marrin pjesë në të. Atij që jep sadaka i premtohet mirësi e madhe dhe shpërblim i pamatshëm. Dhënia e sadakas është karakteristike e njerëzve të devotshëm dhe shkak që ta duan njerëzit. Sadakaja është shenjë e fisnikërisë dhe bujarisë. Sadakaja është shkaku i përgjigjes ndaj lutjeve dhe eliminimit të lasheve. Sadakaja i parandalon vështirësitë dhe i mbyll 70 portat të së keqes dhe fatkeqësive në këtë botë. Sadakaja është shkaku i rritjes së pasurisë dhe fitores. Sadakaja është ilaç dhe shërim. Sadakaja është mbrojtje nga zjarri, përmbytja, vjedhja dhe përfundimi i keq i jetës së kësaj bote. Shpërblimi dhe sevapi i sadakas janë të garantuar, edhe nëse ka të bëjë me kafshët. O Zot, na bëj prej atyre që japin sadaka dhe ta fitojmë kënaqësinë tënde. Amin.